Kënaqësi. Tani të uroj si kryetare apo si kandidate? Padyshim si kryetare. Kryetare, ë? Urime zonja kryetare. Faleminderit. Ke marrë kështu urime live? Ky ishte i pari. Ky është urimi i parë që zonja Brunilda Mersini merr si kryetare e zgjedhur e Bashkisë së Vlorës. Ma more mua se doja ta uroja unë Brunën si mikesh të vjetër që kam, po tani më fal Andi me frenadore. Zonja Mersini, së pari një herë unë ju shpreh, domethënë një vlerësim për këtë fitore, pavarësisht se pati jo pak probleme procesi aty. Së dyti doja të pyesja që edhe pse ju zgjidheni dhe jeni në histori kryetarja e parë zonjë, se kjo fjala femër, se ju jeni dhe mjekë, nuk përdoret femër, e para zonjë duhet themi. Kur ta thon femër, të lutem u thoj stop, i thoj zonjë, jo femër. Po, do përpiqem. Çfarë është kjo për ju, sepse ka një lloj përzierje, kam përshtypjen e kënaqësisë, e gëzimit që ju jeni zgjedhur, po edhe kjo mungesa e pjesëmarrjes sikur e ftohet pak këtë proces. A jeni ju me këtë mendim? Unë mendoj që është herët që ne të flasim për shifrat, sepse për mua është shumë e rëndësishme që procesi ishte një proces i qetë dhe demokratik. Kushtet atmosferike nuk i kemi në dorë dhe normalisht nuk është një justifikim që një realitet gjithë mediat e kanë paraqitur sot kushtet atmosferike të Vlorës. Edhe në opinionin tim të parë, ne duhet të kuptojmë që këto janë zgjidhje atipike, sepse në krahasim dhe me bashkitë e tjera që ish kryetarët kanë marrë mandatin e deputetit dhe ishin të lançuar nga heqja e mandatit të kryetarit të bashkisë. Në Bashkinë e Vlorës kjo ishte një surprizë, edhe për këtë shkak ju e dini që vetëm fshata ishte vetëm 3 javë. Dhe po besoj që nuk është aq e mjaftueshme për një fushatë intensive, por për mua ishte një fushatë me shumë dimensione, sepse kam takuar grup mosha të ndryshme të njerëzve kudo që ata ishin, edhe për personalisht për mua mendoj që kjo është një përgjegjësi dhe një emocion si grua e parë, por më shumë se emocion përgjegjësi, por dhe për qytetin e Vlorës tregon që qyteti i Vlorës diti persoj njerëzit të përkushtuar me ndjeshmëri ndaj qytetit. Tani, zonjë, do të pyesin dhe analistët tu në studio, po unë kisha një pyetje të tillë që me këtë problematikë që ka Vlora, ka disa pyetje që juve do të besoj i bën edhe qytetari më indiferent. E para njëri që u bën shumë kryetar që ikri, që nga Gjika, Leli, Dredha. Mos edhe ju do ikni si këta të parët, se kur ne fillojmë një punë, unë nuk mendoj që kjo puna nuk ka kufi mandatesh, sepse Shpëtim Gjika iku pas mandatit të tretë, Dretan Leli iku pas mandatit të dytë, pra koha të kohë të mjaftueshme për të treguar vizionin e tyre, punën e tyre, dhe koha mendoj që është gjykuesi gjithë secilit nga neve për punën. Dhe unë nuk jam në sfidë me kohën ose me numrin e mandateve, jam në sfidë me atë çfarë do të bëjmë me këtë mandat. Po çfarë do bëni me këtë mandat, sepse Vlora ka shumë probleme dhe madje ka probleme të mbartura nga pikërisht këto mandatet që ju përmendët. Kjo është një pyetje drejtë. Vlora ka probleme të jetës së përditshme, pra përmirësimit të cilësisë shërbimit, edhe në opinionin tim gjatë gjithë kësaj kohe që kam takuar njerëz, mendoj fort që dhe njerëzit kanë humbur besimin te institucioni bashkisë, sepse administrata e bashkisë deri diku ka qenë një administratë jo efikase, nuk reagon në kohë, nuk ka qenë transparente dhe qytetari nuk ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Është shumë e rëndësishme që ta shikojmë qytetarin në qendër të vëmendjes. Kemi vendimet më transparente. Po ç'keni për ju socialistët deri tani? Patjetër, sepse vazhdimësia që bashkia ka pasur tregon që gjithmonë janë bërë punë, por ka vend akoma për përmirësim. E rëndësishme është që ne sjellim projekte në qytet, i realizojmë ato projekte edhe marrim produktin e matshëm. Dhe ky produkt i matshëm ka sjellë numrin e mandateve në qytetin e Vlorës. Kjo nuk ka diskutim, por ajo që sot ne sfidojmë, qyteti nuk është i njëjtë në dinamikën e vet. Turizmi ka impaktin e vet dhe shpesh e gjen qytetin të paprigatitur në gjithë dinamikën e numrave të numrave të turistëve që hyjnë në qytet. Në njësinë e kohës, le të themi gjithë sezonin turistik.
Dhe shikojnë opinionin tim që ka ndërtime të rrugëve të reja dhe të lagjeve të reja me një shpejtësi gati të frikshme, sepse në sezonin turistik në çdo cep të Vlorës ka një densiteti popullsie të caktuar që e rëndon trafikun, shton papastërtinë, ndotjen në qytet. Pra, mendoj që sot jemi në kushte të tjera të disa, po ta krahasojmë me kohën e Detanderit apo të Futinxhikës, akoma më larg. Ka një pyetje Artan Manushaqe. Patjetër. Përshëndetje zonja Mërsimi. Lutem. Përshëndetje juve. Para njëherë urime njëherë për kandidimin sepse jeni një zonjë dhe futeni një garë, po themi maskilistësh, qoftë na opozita, qoftë na majoranca. Unë do të doja që të ishe kandidate e opozitës. Sepse je dhe mjeke dhe Luajna zot. Je dhe mjeke dhe kjo është mos na bëj pis brunën tani. Dhe kisha disa pyetje kështu për të. Jo disa jo, një bëj se do ike ka punër, u zgjodh kryetare bashkie. Të shpejta, Vlora mbar disa probleme. Një, problemi i landfillit. 2, çështja e ujit Trajgjasit. A e doni në krahun e qytetarëve Trajgjasit që mos merret ai uji nga ato bizneset atje dhe fshatit ngelet pa ujë dhe zona pa ujë? Dhe treta, që është më e rëndësishmja për mua. A duheni në mbështetje të Vlorës dhe të banorëve të Kaninës që projekti fotovoltaikëve mos i kaloj oligarkëve të qeverisë qendrore të Tiranës? Unë nuk them të zhvillohet sepse ka plan zhvillimi dhe për atë dhe janë paraqitur planet të zhvillimit. Kuptoj. Pa duheni me krahun e banorëve të Kaninës që ajo tokë tjetë e Kaninëve, tjetë e Vlorëve, tjetë e qytetarëve. Përgjigje se fillove punë që tani. Do të jap përgjigje të landfilli i Shqerishtës sot është një vepër publike që është në kapacitet të plot me instrumenta financiar të qartë, sepse edhe KFV-ja, që është instrument financiar që e mbështet, tregon që landfilli do të zgjidhë një pjesë të madhe të hotspoteve në qytetin e Vlorës për shkak të veturinave. Edhe juve dini që ne presim krimin e operatorit për trajtimin e mbetjeve në Shqipëri, dhe të dy këto mekanizma mendojnë do të facilitojnë shumë menaxhimin e gjithë mbetjeve në qytetin e Vlorës. Për shkak të pyetjen e dytë për Trajgjasin, ju pyesi për një çështje që tashmë është në dyert e organeve të gjyqësore, sepse në dinin time ky është një proces juridik i hapur tashmë me të dy palët, edhe mendoj që duhet të presim vendimin e gjykatës, por në opinionin tim besoj fort që projekti i investuar në Trajgjas do të jetë pa diskutim në favor të qytetarëve atje në Trajgjas. Dhe pyetja që juve më bët është për Kaninën, për fotovoltaikët lartë. Për tokën që trashëgojnë kaninjotët, gjyshit, prindit, Vlora e gjitha. Pra të mos ta marrin oligarkët, kjo është fabula. Mos ta marrin këta të tjerë me akt përdorimi sepse do i marrin pronësinë. Ky është thelbi për mua. Unë doj që fabula është për një ngjarje që tashmë ngjarje që nuk ka ndodhur. Ne thjesht ishte një ngjarje supozuar, por që nuk ka ndodhur. Ka dy kërkesa në bashki, ka na qeveria. Ka dy kërkesa në bashki, na qeveria për të dhënë aktin e përdorimit në Këshillin e Bashkiak dhe nuk kalojnë korrikje. Me respektin tim, unë mendoj që pushteti vendor i ka të qarta ligjet, sepse ligji është busull për të gjithë. Ligji i pushtetit vendor do të thotë që pushteti vendor ka pavarësi, por nuk është qëndrim personal. Dhe patjetër një pushtet vendor duhet koordinojë projektet me pushtetin qendror, sepse nëse ne nuk koordinojmë projekte madhore apo jo madhore për qytetin, nuk mund t'i veçojmë dhe të themi në këndvështrimet tona për një projekt. Pra ato qëndrimet personale, me thënë të drejtën, e mendoj që i bëjnë dëm edhe qytetit edhe vetë institucionit. Po, Andi? Se ma more ekskluzivitetin e urimit të parë. Me që drejtojmë në emisionin edhe mund ta kemë. Për Brunën, po unë e shpreha publikisht tu thash do ta uroja, po me i tha të Bruna urime, dua të uroj si kryetare, ndryshe nga kolegu këtu në studio që të uroj si kandidate, unë dua të uroj si kryetare, dhe di që do bësh për bashkin punë të mira, njësoj si që transformove spitalin, nga mënyra, nga gjendja ku e gjete që e mbushe me barna dhe me pajisje mjekësore, ku sot kryen ekzaminime nga më modernet në atë spital, jam i bindur që të njëjtën gjë do bësh edhe me Vlorën,
që do ta bësh Vlorën për vlonjatët së pari dhe për turistët së dyti një atraksion. Këtë e kam bindje duke të njohur për vitesh bashkë. Tani bëj dhe një pyetje kështu përveç kësaj. Bëj dhe një pyetje, zoti analist. Po. Jo, nuk kam një pyetje sepse di aftësitë e Brunës. Tani unë jam i bindur që Bruna mezi pret të marri mandatin nga KQZ-ja dhe të nisi punën sepse është nga ato zonja që i rri punës te koka një orë përpara se sa të filloj orari zyrtar. E gjeja gjithmonë atje ke spitali sa na ka lidh puna dhe jam i bindur që njësoj do ta gjetet e bashkia ku do t'i shkoj ta uroj te zyra e saj. Faleminderit. Padyshim. Tani për ta mbyllur, zonja Mersini, është një pyetje, po themi, thelbësore për kryetarin e Bashkisë të Vlorë. Kryeministri Rama, që duket që ke mbështetje, do t'i thosh ndonjëherë jo, stop? Në gjithë vitet e eksperiencës time në politikën lokale të këtij qyteti, koha i ka dhënë të drejtë kryeministrit. Në ka pasur momente që edhe mundet të kemi pas perceptimin që diçka nuk ka shkuar me opinionin e tij për qytetin, por koha ka qenë gjykuesi më i mirë. Edhe më vjen shumë mirë që ai na njeh mirë si karaktere, e ka dashurinë për Vlorën dhe vizionin për Vlorën, e ka shumë të qartë. Edhe Vlora sot ka një stad zhvillimi dhe një dinamik fal vizionit të tij. Kjo është një gjë që nuk e kundërshton i majt dhe i djathtë. Biem dakord këtu, që Vlora ka një stad zhvillimi fal vizionit të tij dhe këmbguljes së tij. E kuptova përgjigjen se sot, me thënë drejtë, nuk prisja në një përgjigje tjetër, po reformë me stafin në bashki do bësh, do të thonë e kam fjalën që aty tani ende më thonë që ka... Unë vi nga një eksperiencë gjatë të administrimit, gati për 10 vjetësh dhe perceptoj që jam shumë e qartë se si menaxhojnë burimet njerëzore. Në burimet njerëzore kanë pikat e tyre të forta dhe pikat e tyre të dobta. Do më duhet kohë që të shikoj pikat e forta në institucion dhe pikat e dobta, por fakti që unë kam perceptimin nga dialogu me qytetarë që stafi i bashkisë nuk ka qenë efikas në trajtimin e problemeve, më bën të mendoj që reformat nuk janë çështje e emrash, reforma është çështje të sjellurit ndaj qytetarëve dhe mënyra e të punuarit, sistemet e të punuarit në administratë. Pra në opinionin tim nuk është çështje e emrash apo njerëz që largohen nga puna, është mënyra e reformimit të sjellurit në administratë. Okej. Zonja Mersini, unë të uroj suksese në punën tuaj dhe besoj do kemi edhe raste tjera për të biseduar. Falenderoj shumë. Studio. Ndërkohë ne do kemi një lidhje me Beratin, me korrespondentin ton atje. Ani, si duk zonja?